Qysh po mëni me pa edhe prej kësaj fotografisë këtu, Donald Trump dje është konë me një konferencë me influencerat e magas, me këta që janë TikTok në rrjetet sociale, që i ndihmojnë partisë, kur Marco Rubio u fut në dhomë, pra që kjo fotografi ka më konë historike, ka më met në histori. Marco Rubio, sekretari i shtetit, futet në dhomë edhe i fol diçka te veshi, edhe ja dorëzon një fletë. Në fletë qëllën fotografi i AP-s edhe rrok fletën, edhe aty shkruan thotë duhesh me aprovu një postim në Truth Social. Truth Social është rrjeti social i Donald Trumpit, që e ka themelu ky kur e patën bo blacklist për rrjeteve sociale, dhe thotë duhesh me aprovu një postim në Truth Social, se thotë duhesh me njoftu i pari krejt botën se paqja po arrihet, armëpushimi po arrihet mes janë marrë vesh Hamasi edhe Izraeli në negociatat që po mohen në Egjipt për paqe. Besoj që është njëna prej, nëse arrin me i rezistu kohës kjo marrëveshje, është marrëveshja më e rëndësishme e këtij shekulli, e ndoshta edhe shekullit kalum, ku më në fund Izraeli merret vesh me palestinez, në këtë rast krahun armatuesin palestinezëve, Hamasin, për mi dhënë fund brutalitetit, dhunës, masakra, vrasjeve që po ndodhin tash 2 vjet e që linden ose u provokun prej sulmit Hamasit kur e kthyn kufinin edhe dulën në Izrael. Djejën bo 2 vjet prej kur forcat e Hamasit kanë dalë me një kibuc në jug të Izraelit edhe i kanë masakru 1200 civil, gra, fëmijë, pleq, burra. Edhe i kanë marrë 200 pengje, cilat i patën hala i kanë, 20 i kanë hala. Tash 2 vjet i mojnë për tunela. Edhe i kanë edhe 20 trupa të pajet, nëse e din ku i kanë, sepse po thuhet që ndoshta këto trupa as nuk e din ku janë, sidoqoftë. Lajmi e tash, kjo provokoi që se e bona dje një postim, edhe u banën 600 komente, shumë negative për tëne, a mu bana 2000 lajka, se njerëz të që pi marrë komente negative, po dhe lajkat janë komente pozitive, si do qoftë. Postimi ke, lufta në lindjet mesme, në Gaz, shpërtheu, kur forcat e Hamasit i masakrun me qëllim, jënë fut për mi vra, ai koncerti, festivali, tekno, që futën dhe i vrojnë, edhe manena Izraeli përgjigjet. Qartazi ka kry vrasje, ka kry krimet luftës, është gjenocida jo, që ka bërë 2 vitet e funit, nuk jam kompetent me shpjegu gjenocidin, janë bërë vrasje, po mos harroni kur. Hamasi, si organizat terroriste, një numër të madhëtarëve i ka marrë në shkolla, në spitale, ka pas, si më thonë, bunker në spital, Izraeli i ka sulmu, ka vrarë civil. Po, në pikë veshtrimin tem, nuk është sa një njëjtë, më faleni që po ja u thaj zemrën, është ndryshe më dalë me qëllim i vra, do të ri, do pleqe, do plaka, me një festival që janë pa armë, të del edhe i vrana nena, ndryshe është kur ka luftime, edhe ti i ki një organizatë si Hamas e cila po lufton me Izraelin. Edhe ndodhë kjo tash interpretimet janë ndryshme, e dis më i mu bane me mente juja dhe më thonë që është njëjtë si Hamasi, si Izraeli, edhe ma nena që kjo, ja, qka ka ndodhë atje, qka ka ndodhë, në varet për ku e kapën fotografin e zhvillimeve. Janë edhe 15 shtete arabe në botë, janë 60 shtete muslimane në botë, janë 100 shtete me shumicë krishtera në botë, është një gjysmë shteti hebrej në botë. Dhe më thonë, në shekullin e kalum kanë pas problem të krishtert me hebrejt, edhe ju thëshin hebrejve, shkonin vend juj atje. E kanë pas fjallin për lindjet mesme për Jeruzalem, dhe ishin minjik për Evropës. E ka bo Hitleri, ka shtin furra, edhe ishin shkoni atje. Kur erdhen këtu dhe e bon shtetin që aty ku dhe e kanë nis, muslimanët ju dhojnë shkoni dikun tjetër. Këta një vendut me pas, apo? Mos janë zerë një bishtin. Dhe më thonë,
ki plot shtete arabe, ki plot shtete muslimane, ki plot shtetet krishtera, ki plot shtete me shumicë krishtera. Nuk i asnjë shtet hebrej. Feja ma vjetër në botë, më thonë me gojën plot që edhe të krishterët edhe muslimanët fejnë të ne kanë vjedhë ka pak për tëne. Krishti kur e ka nisë krishterimin, nuk e ka nisë si fe, dhe më thonë mi thonë Jezu Krishti që u boni fe krishtere, kogja shumë që ditët e ka nisë misioni ti u konë me reformu hebraizmin. Profeti Muhammed kur e ka nisë të u falë ka Jeruzalemi, anena, dhe më thonë, nuk e ka nisë si fe muslimane. Ma voni karon armen, ka thonë përbojnë edhe fe muslimane. Tash s'pëdi të mënu me qetësu citatën, ka mundësi që ju bëjnë nervozë dhe pak ma shumë. Mirë po, nona krejt, edhe për shkak të këtëne, nona krejt problemeve në lindjet mesme dhe jo vetëm, është qikën mes Izraelit edhe Palestinës. Tash pse e para, bisedimet janë zhvillu në Kairo, jo në Kairo, në atë rezortin, aty Sharm el Sheikh, që shtirët, që shkojnë influencerat e Kosovës ka njerë. Aty kanë marrë pjesë Katari, kryeministri Katarit, shefi shërbimit sekret turk, ka marrë pjesë shefi shërbimit sekret Egjiptit, ka marrë pjesë Steve Witkoff, emisari i Trumpit për lindjet mesme, dhe ka marrë pjesë dhënëri i Trumpit, Jared Kushneri. Dhe më thonë, atë këpallë që në marrë vesh, Izraeli mu tërheq për shumicës teritorit Gazës, edhe mu lëshu pengjet. Hamasi mi lëshu 20 gjallë që i ka edhe trupat e vdekur. Mi këtu, Izraeli ka mi liru 250 palestinez që i manë burg me burg të përjetëshëm, që janë të arrestuar ndër vite, edhe ka mi liru një 1700 të arrestuar të konfliktit fundit. Ka mi lëshu me shku të shpija. Edhe ata, pra janë dikon 2000 të liruar palestinez me 20 gjallë edhe 20 dekun. Kjo kriza pengjeve në Izrael është bërë shumë e madhe, kur nuk kanë pushu Izraelitet të protestu kundër Bibi Netanjahit, që me bë marrëveshje dhe mi pru njerëzit të shtëpia, ata 20 që janë gjallë janë thuhet që janë gjendje katastrofike shëndetësore, pa ushqim e kuptueshme dhe i dikun për shkak të rrethonave. Gjaja që më ka bërë mas shumë të përshtypje është që unë menoj, analiza jamja, pse u arrit që ke marrëveshje është për shkak të dobësimit të Iranit edhe të Rusisë. Hamasi është vegele, ka qenë e financume, kryput për Iranit, po e mbështetën për Rusisë. Për shkak të problemeve të Rusisë me Ukrainën edhe për shkak të dobësimit të Iranit, Hamasit veç që sësën resurset, edhe spaqare u ngushtu, s'kish ka më shku. Ironia ke që edhe Irani edhe Rusia tha e mbështesim këtë marrëveshje. A unë menoj që masakra që ka kryer Hamasi para 2 viteve në jug të Izraelit është konë punë e shërbimit rus edhe të Iranit që me hap konfliktin e Ukrainës edhe me një pikë tjetër globale siç është Palestina dhe Izraeli, e cila ata kanë ditë mirë filli që ka me shkaktu traumë të madhe globale. Prandaj kanë thonë çupe dhezëm edhe qëtu, Rusia ka thonë sepse na tërheqet pak vëmendja për luftës me Ukrainën, tash mbyllja këtij konfliktit nëse mbahet, është lajm fantastik për Evropën edhe për Ukrainën, se tash komplet vëmendja kthehet edhe në herë te Ukraina, edhe Amerika edhe BE-ja kanë mundësi më të mëdha minimum Ukrainës me u përballë me luftën kundër Rusisë. Pasi që mbyllet që kjo fazë, që është faza e parë, pra lirimi i pengjeve, tërheqja e Izraelit prej Gazës, prej një pjesë e territorit Gazës, palët kanë më shku drejt fazës dytë, e cila nënkupton Hamasi mi dorëzu armët të një autoritet palestinez në Gaza, e i cili autoritet palestinez në përbërjen e vet ka me pas Donald Trumpin si shef të bordit, ka me pas Tony Blairin, ka me pas një palestinez, pra është një trup ndërkombëtare që nënkupton rindërtimin e Gazës edhe krijimin e kushteve që shtuhet në të marrëveshje 20 pikëshe të Donald Trumpit, krijimin e kushteve për, si më thonë, krijimin e kushteve për që palestinezët me pas të drejtë në vetëvendosje. Pra nuk është të thonë në mënyrë eksplicite për pavarësinë ose dy shtetësinë, që unë jam favor të saj, që du të me pas dy shtetësi pa Hamasin, që shto parash edhe marrëveshja, mirë për herë të parë, kjo është mbështetë edhe prej vendeve
miket Palestinës, siç është Turqia, Egjipti, Katari. Pra krijimin e kushteve për shtetin e dytë palestinez minus Hamasin. Unë nuk e kuptoj ku e gjojnë që të energji një numër i madh i njerëzve tonë me pas gjithë këtë dashuri për Hamasin, e që dihet prej fillimit që 3-4 vite Hamasi është kryekput i mbështetën për Iranit dhe për Rusisë. Pra kjo maskimi i Hamasit si gardian të çështjes palestineze është gabim. Unë e pa të një ditë më herët. Shtrohet një pyetje. A ma mirë janë palestinezët para masakrës 7 tetori 2023, jon konë atash. Pra çka fituan palestinezët me qëtë luftën e fundit, përveç që u vranë 66.000 palestinezë, një numër i madh ushtarëve të Hamasit, e tjerë. Pra, lufta bëhet për me përmirësu gjendjen, jo për sakrificë. Sepse pas asaj masakre, palestinezët vujtën shumë. Po Hamasi e instigoi ata, Hamasi e nisi këtë masakër. Pra, analizojeni mirë dhe njëherë, para si me marrë qëndrime me kokë të nxehtë. Çka fituan edhe çka hupën. Është vërtet, edhe Izraelit reputacionin botë nuk e ka më të mirin aktualisht. Pra, është izolu në një farmase të shteteve që edhe ashtu e kanë pas izolum. Mirë po, tash kjo kur të kryhet, Izraeli ekonominë nuk e ka keq. Palestinezët vujten mas shumëti, e vujten sherri Hamasit, politikave terroriste të Hamasit. Mirë po, anash kësaj, po besoj që kjo çka ka bërë Donald Trump në 2 muajt e fundit, posaçërisht në këtë krizë, është një hap gjigant i kësaj administrate, edhe që ndoshta ja bjen edhe çmimin e shumë pritur të çmimit Nobel për paqe, qartazi edhe e meriton, nëse që kjo mbahet, nëse arrihet kjo marrëveshje, nëse Palestina shkon drejt krijimit të shtetit, kjo është një gjë fantastike për botën, edhe ka më pas efekt pozitiv kudo. Prandaj i keni emocionet kaq të forta edhe ju, një numër i madh i juaj jeni të manipuluar, një numër i madh i juaj e keni seriozisht, po krijimi i një paqe të qëndrueshme në lindjet mesme është gjë fantastike për krejt njerëzimin.